vim nga Bismarcku, shprehje gjeografike e krijoi serbi në veri. Por ai tha, do ishte shprehje gjeografike në qoftë se gjuha shqipe nuk do ishte shkruar. Pra la të kuptoni që gjuha shqipe ka qenë e shkruar, siç po thoni ju, edhe ne gjithë. Pra, ne na thamë vetëm gjysmë, dhe këta i ka ardhur mirë atyre që janë që mbajnë fenat e dorës. S'po e them dot në emra. Pra, në Europë, faleminderit, në Europë aska do të ketë kom pa gjuhë të shkruar. Shqipëria është shprehje gjeografike, po të mos shkruhet gjuha shqipe. Faleminderit Orkella. Shikoni. Vim ke zoti Kraja, vim ke ajo që thatë juve, që shqiptari mendon që ne diskutojmë shpesh herë. Konispol, Vermosh. Edhe s'ka bërë asgjë për Shqipërinë. Kur se ka menduar dot, ose se ka futur në rrjedhjen e atyre viteve, ngjarjeve, për shembull, qofse thuat që Garibaldi, Crispi luftuan për Italinë, për Lombardin. Për Lombardia, Lombard, vend i Venetëve. Se po të ishte lumi bardhe në gjuhën latine, italiane, fiume bianco. Ata i thonë Lombardi, lumi bardh, por lumi bardh ne kemi drinin e bardh, ne kemi gjithë lumejn, o të zi, o të bardh. O guri zi, o guri bardh, o lumi bardh, o lumi zi, o uj zi, o uj bardh. Kështu i kemi Bardar, ndihmojmë, faleminderit. Pra, Lombardia ka luftuar për Lombardi, ka luftuar për vendin e ilirëve. Nuk ka luftuar për ata shekull, ato vite që ishte Garibaldi e tjerë, ka luftuar për etrit e vetë, për gurët e Sokakut të parëve të vetë. Pra, tjetër, ne kërkojmë nga juve, zoti Kraja, që keni mundësinë të na siguroni ato sfetimet që bëni, abatjet si punë e San Leo, San Marinos. Për shembull, cilët janë veprat e Gjon Gazulit, që nuk e përmendëm, Marin Biçikemi. Vazhdojmë. Giuseppe Crispi, që thotë që në Homerin gjeta 500 fjalë të pastra shqipe. Ai ishte i pari që e dha. Kemi Marin Biçikemi në thash, po Arman kemi Gjemisto Pletonën, një çam, i cili është i lindë para Firenzës. Gjemisto Pletone. Atëherë, si ka mundësi ka shqiptar të shpëndar që o toaj i të parëve të vetë, ose atë që quhesh një hapësirë, se akoma si që vendosë të kufit. Pra në të kuptim ne do të falenderonim shumë që si s'na sollu sot, që ne duam më orë të tëra s'ngopemi duke formë një tjetrin, por do donim shumë që të na sillnit edhe shumë artefakte shqiptarëve për të vënë dignitetin dhe moralin e humbur në historinë shekullore tonë. Pa tjetër, me këtashi. I nderuar zoti Kraja, ishte shumë kënaqësi, biseda, rodhi koha shumë shpejt. Kemi në ca tabela, qoftë më jeble. Kemi 2-3 tabela. Okej, para. Zoti Kraja, mund marrësh pjesë në 2-3 tabela që e kemi zakonisht. Zoti regjisor, po tjetër, më fal. Atëre, pasi do mbyllje. Në mbështetje të atyre që tha zoti Kraja, ne si akademi, mendoj se është dhe mendimi i kolegëve të mi, mendojmë që të na bëj një listë zoti Kraja, me që ka bërë dhe librin e perandorëve, të cilin e presim sa më shpejt që të dali dhe për publikun shqiptar, të botohet këtu në Shqip, dhe librat e tjerë të zotit Kraja, dhe mendojmë që të kemi një listë të këtyre personaliteteve me famë botërore, kaq të famshëm, dhe t'i bëjmë propozim direkt qeverisë son që disa emra, do të thënë monumente, po monumenti perandori Aureliani, perandori Klaudi, e tjera, duhet jenë se janë me origjinë iliriane. Emra rrugësh, siç i thatë dhe ju. Emra objektesh, emra stadiumesh, do të thënë mundet që këto gjëra të bëjnë atë rikjamon e asaj famës së madhe që ka qenë në atë kohë. Por na duhet të bëjmë një listë eksakte, do të siç thamë, Francesco Crispi e tjerë, janë pafund, janë shumë. Kemi emra tepër të parëndësishëm të rrugëve, kemi personazhe që nuk i njohim, edhe atje në Vlorën tonë ke emra rrugësh që nuk e kam iden se kush janë, një njeri që mund të dalë 2 ditë në mal të themi, mund të aksidentalisht dhe vrarje. Në krahasim me këta njerëz që kanë vërë vepra monumentale me famë botërore. Pra ne duam një listë të tillë dhe do të përpilojmë një kërkesë qeverisë son që të fillojë dhe t'i vëri këto gjëra të vjenë në vendet e veta. Ata të marrin atë famën që ka qenë atëre
e cila i përket këtij kombi, edhe janë dhe një atrakcion turistik, janë dhe një dinjitet shumë i madh. Shumë drejt. Kem parë në Italinë, via Enrico Fermi, e ke në çdo qytet. E ke Piazza Garibaldi, e ke në çdo qytet. Kemi nevojë, na Italia mund të mësojmë shumë në këtë aspekt. Po e presim bashkëpunimin tuaj, zoti Kraja, në këtë fushë, ose do na ndihmoj patjetër dhe libri juaj që do të shpresojmë së shpejti ta kemi edhe në gjuhën shqipe. Edhe ta bëjmë të hap konkret. Urdhë zoti Guri me tabelën. Jo, shumë faleminderit për këtë. Është ndryrje shumë e vënd edhe me vërtet ta kemi në vëmendje që kemi emra, zoti Kraja, kemi emra të panjohur. Panjohur fare. Por Madride, çfarë nuk ka Kamza, emra të ndryshëm fshatrash të Spanjës, edhe mos kemi emrat e njerëzve që kanë bërë gjema dhe bëma për Europën. Perandor, 24 perandor, unë e di më shumë, unë e di 33, po të paktën 24 që i ka të konfirmuar zoti Kraja. 24, unë e di janë sybar, ose 24 për tu janë sybar. Mirë ata 24, hajde ti vëmë të evidentojmë. Mund të vjen buste, monumente, gjë. Kjo, zoti Kraja, është një kërkesë që ne kemi bërë e thash shtetit Maqedonit Veriut nga java e kaluar, sepse konferenca këtë ka që del me një rezolut, ku i themi se si gjuha shqipe të strukturohet në jetën zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Janë përdorur dhe në një gjuhë seriozti i drejtës romake. Po, janë përdorur gjuhë seriozta Titlivi, Straboni, Epiri, Maqedonia, atëherë kjo gjuhë shqipe bën këtë lidhje. Ata duan ta drejtsojnë edhe ta vënë as mbrapaliste, po ta zhdukin. Kështu që prandaj me drejt studentët në Maqedoninë e Veriut janë duke protestuar dhe e kërkojnë këtë drejt legjitime dhe natyrore. Edhe ne i mbështesim kështu gjëra. Kjo është e kërkesa që i drejtohemi. Vazhdo ke ato artefaktet zoti Kela, regjisor, edhe 2 minuta zoti Kraja. Këto i tham, ngritja e kishës parë, këtu jemi, nuk e di kush del tash zoti regjisor, kush del. Atëherë këtu kemi fjalorin e Vinçës, që është fjalor i lirë, 5000 vjet para erës. Alfabet. Fjallor, ABC, unë e bile alfabeti i mësuar, po në fakt ABC duhet qëtë. Se është e vetëmja, nuk e di në ndikë, zoti Kraja, është e vetëmja gjuhë që e përdor germën si qështë. Kur i them në njerë anglezë, europianve, ati e ke muzeu, si thua zeta, po mes, M, dësa ne e kemi M, L, Z, K, C, më shqip, edhe më tinglore natyrore. Naturisht. Dhe ato shqip janë zoti Guri, delta është shqip, se del lumi më bu. Del lumi, dakor. Del lumi, ajo fia është një lëmsh me atë që bëm poshin nëna që të tjerë leshe. Ajo lambda është lambda me atë fitilin lartë. Dhe ato shqip janë u bu. Këto janë figurina. Kalo një figurë tjetër, kjo ishe një alfabet ose ABC etruske, Vinça etruske, pasaj më vonë greke. Pra që këtu duket që greqishtja e gjeti një ABC të më pashme. Këtu kemi shkollën e gramatika e krahasuar e Dimit Kamardës, i cili zbulonti që gjuha shqipe si në gjuhë më të vjetra dhe është e ndërton me anë të mbetjeve të gjuhës nga veprat e Homerit. Pra, shikoni se sa thellë u futë shkolla Arbreshe me Dimit Kamardën në krye dhe sa përfundoi me Jeronim Deradën, Himariotin, Jeronim Derada. Pra, shkolla Arbreshe, shkolla që vërtetoi që gjuha shqipe se ndërton si gjuhën romake dhe atë helene. Kaloni tjetër, lutem. Shikoni, gjuha shqipe, Albanian, me gjuhën greqishte amerike. Shikoni greqishtën e sotme. Asnjë lidhje. Qofse marrim për shembull, lejo zoti Bane, fjalën për shembull, erët në shqip. I erevos, prap në pelazisht ose në gjuhën amerike. Skotos, nuk ka lidhje fare. Qofse marrim kal sot, kelis, gjuhën pelazike, gjuhën amerike. Alogo në gjuhën greke të sotme. Qofse marrim fjalën krye, kruhen në gjuhën pelazike, kefalo në gjuhën greke. Pra, janë shumë. Bile do ndërtojmë një emision që javën tjetër, zoti Kraja, edhe ndoshta e fundit e kjo, ku një zonjë e sotme studiuse greke, ky është, do ta majmë të fjalën, ky është Ivan Shulc, që thot, jo Shqipja ja mori latinit shkronjat, por latini ja mori asajt. Shqipja kur i humbi, ja mori atë që ja kishte dhënë latinëve. Ivan Shulc.
një nga studiusët më të mëdhenj europian, hungares. Dhe do vija ke ajo që sapo lash, që ka të bëj me këtë që jemi duke gruan. Po, për zonjën studiuse greke, më ndjek zoti Kraja? Po, patjetër, po. Ndoshta e fundit. Edhe studion dhe bën një fjalor të greqisjes moderne. Edhe akuzon se ka një mod sot në Greqi, këtë ma shpjegoi edhe dikush tjetër, këto ditë, që nga një studius grek që thoshin që gjua shqipe, gjua më e vjetër, po tash duke dalë Instituti Max Planck me DNA, me ADN, që e vërtetuan ka Çipri që gjua e parë vetëm e gjallë, edhe janë bërë xhelosë dhe thonë shqiptarët nga Kaukasi. Edhe kjo në këtë fjalor këtë do të vërtetoj që shqiptarët nuk kanë gjuhën e tyre, janë vonë 1912. Ndërkohë tani, një studius tjetër gjermandi, kjo është shumë e bukur, i përgjigjet, moj zonjë nderuar studiuse, kolege, thot. Si thua ti, tha, shiut sotit? I them, tha, vranos, e vretur, vranos që bie shiu, e vretur. Po i thëj, po në kohën e Omerit, si i ke thënë shiut, i ke thënë shit. Pra i ke thënë atë që tot gënjështja sot, apo gjua shqipe sot. Po fjallën nuk e di, thot ky Gjermani, si i thua sot, Vensero. Po në kohën e më pashme, kohën e Omerit, kohën e Helenve, le themi, Aristotelit, u ki dia, thot, nuk e dia, thot. Pra, të tilla, janë 2-3 studius edhe kanë dhe vajzën e tyre që studion në Lenishtë, si vajzë e juaj që studion pelazisht, edhe ky çifti, që do vinë në emision të caktuar, një ose 2 raste më pas, i cili ka gjuhën moderne greke, dhe me anë studiusi gjerman, edhe vetë që di greqishtën e vjetër këta 2 çifti, me gocën që studion për helenishte, edhe kanë zbuluar se gjua e vjetër helene greke quhet qatë durshti, nuk ka lidhje fare me gjuhën e sotme greke, po është e tëra atje në Shkodër, po bëj shakaun, në Marsit Madhe, aty në Drin, më saktë në Drin. Është gjithë gjua e vjetër greke. Pra, kemi të bëjmë me, që ne këto duhet i themi embël, me dashuri, pa ofenduar. Një të vërtet, po, një të vërtet, po, që ka thënë Gjerman, Austriak, Hungares, gjithme. Ja dhe alfabeti tuskan, me cilën përkthehen të gjitha plakat e kohës e Tuske, apo të Lemnosit që ka shpëtuar pa u djegur, apo pa u varosur. Me këto grëm, alfabeti arkaik e tuskan, që e mori, që thuhet shpeshherë nga Plini, që e mori Kadmi i Lirë dhe çoi në Etruri 1500 para erës sonë. Ja dhe Fermani, ai shoku jot, sultani Kraja. Ja dhe Fermani këtu, i cili 1779 nxori Ferman vetëm për gjuhën shqipe. Ndërkohë që hapi 3000 shkolla greke, serbe, bullgare, që me vërtet e shkruajtën ata historinë zoti Pingulli, 1800 e lartë, si deshën vetë, po tash po dalin, tash del një Alban Kraja, del një Samir Lolja, vazhdo, del një Ekrem Zenelej, del Luzim Osmani, Matjes Aref, që duan për nga bërë ndoj lidhe, do nga bërë nërë të madhë, del një Nikostillo, Aristid Kola, edhe shoku Aristidi pasusi që nga elmuar, edhe këta e mora vesh të ditë. Kosta, se edhe Emil Kosta, Koqo, Diele Zova, Kesheri Deldina, shkurtimi i Emil Konstantin. Ma se ka puna. Kjo është. Kanë italianë të emrin Dino dhe kanë desur. Ja dhe pasjura, Zoti Kraja, kësha disa erë me Dino, se shaq. Ja dhe pasjura, Zoti Kraja. Se, i pelazge, gjitha dini i greke, ke, m, shi, kim. Ja pasjura i thot puntorja, shikohu i thot princeshës. Ja dhe ke fjallë, shi, seja shëja dhe, se shëja është më vonë, shi, kim. Pra, janë pa fund, apën e në tjetër, edhe të fundit ndoshta. Pra ne duhet të fusim përsëri studimin ati alfabeti që ne kemi humbur 1908. Eksakt. E kemi praktisur vetë atë me i fjallë. Ne duhet pa tjetër që ta kthejmë paralelisht studimin ati alfabeti, me atë të jashtëzakonshëm që kemi, me atë 36 shkronjat që kemi sot, por të fusim paralelisht të paktën në shkollat të veçanta, të fusim edhe një herë studimin e atij alfabeti për të pasur mundësinë që të përkthejmë çdo gjë që gjet në tokën tonë, pasi shumë herë kur dalin ato thonë fill, ja shikon, ky shkrim është greqisht. Dhe i kemi sot ato historian ton të lexuar, të ditur të Shqipërisë që vazhdojnë të thonë që Bylisi ishte qytetim grek, Apollonia ishte qytetim grek, etj, pra mos shkojmë më tej.
Pra, pse thojnë këtë, sepse janë të shkrime që janë me ato gërba që ti tash I lexove vetë. Pra, ne duhet të kthejmë me I herë atë dhe të japim shkëlqim këtyre qyteteve që kemi të jashtëzakonshme. Në atë që dhe parë për punën e njerëzve të famshëm ne mjafton. Në Durrës të vendosim aty një gur diku që të thojmë ja këtu ishte Platon, këtu ishte Ciceroni. Pra Ciceroni ka jetuar në periudha të gjata në Durrës kur ishte në ekzil, pra që ishte I kërkuar në atë kohë në Rom dhe ai u fshe në Durrës. Po ka jetuar Plauto, Catulo, pra figurat të jashtëzakonshme të nivelit të lartë. Augusti, Perandori August në Apollonie që ka studiuar. Po Otaviano Augusto studionte dhe ngjizi idenë e perandorisë, sepse ishte republik deri në atë kohë në vitin 44 para Krishtit. U vra Cezari dhe u kthye dhe ngjizi idenë e krijimit të perandorisë romake në tokë shqiptare, në Apolloni. Pra ne duhet të japim shkëlqim këtyre gjëra bashkë me ato që po thua me fjalë për të pasur gjithmonë ato rezultatin e identitetit të kohës. Zoti Kraja, kjo është shumë e drejtë se jemi I vetmi vend që kemi gjuhën e re dhe s'kemi gjuhën e vjetër. Ne gjuhën pellazja kemi të vjetër. Italianët kanë latinishtën të vjetër. Grekët thonë pasën greqishtën e vjetër. Dhe të gjithë, dhe gotishtja, që është gjuhë e vjetër. Ne, është shumë e drejtë kjo që thatë, sepse ne mund të zhvillojmë dhe gjuhën tonë të vjetër që ta quajmë pellazike, dhe vetëm më shumë mund ta konfrontojmë me ata të tjerët, por edhe të zgjidhim problemet e shkrimeve tona. Po, e vërtet. Po, në mbështetje të atyre që tha zoti Pingulli, I madhi Matthew Aref, akademist francez, ka thënë që Shqipja është një fosile gjallë e gjuhës pellazke. Pra një shprehje shumë e bukur, pra shtruar, ai tha zoti Pingulli, nuk kemi të vjetër. Ajo e vjetra është shtruar, sidomos në dialektin grek. Ne do të zhvillojmë gjuhën e vjetër. Me gjithë shqipen, patjetër. Atëherë, ndoshta duhet ta mbyllim. Jo, shumë do ta mbyllim. Po ne do kërkojmë zoti Kraja që Europa ta ruaj këtë popull, jo si rezervat natyror si indian të kuq. Po ta ruaj sepse ruan veten, ruan rrente e saj. Ata kur vinë në Berat, apo kudo në Shqipëri, apo në Thet, në këto 4 luginat me energjinë më të madhe pozitive ku janë rreshtuar në 10 e botës. Berat Tomori, Luginë e Vlorës, Butrinti dhe Theth Vermoshi. Janë 4 luginat me energjinë më të madhe, nga pikpamja magmatike, metamorfike, që do shkëmbenjsh, apo historish, apo edhe historish, apo edhe ujë të bekuar. Po më shumë për historinë, që do të thotë, vetëm ja poezës që të shoh gjatë më sezon se do ta jo na duhet, jo po gjatë më edhe ai ka punë, Stefan, po ka punë, ai s'po ta mbaroj frazën. Ta mbaroj këtë frazë. O Alban, ta mbaroj këtë frazë. Patjetër. Pasi se zoti Pingulli është I shqetësuar për juve. Me qëri rast. Të dëgjoj, faleminderit. Se jo, se mund ta shpëndash në mënyrën tënde. Eskili ky humb si madh. Ku shkruti tragjedit, e veta, 7 tragjedit të mbjetuara, gjori është Eskili, është kanun, është virtut, është zakon tradit shqiptare, që jeton në pjesën sidomos Labëri, apo në këto 4 zona që ta shoh. Që do të thotë që shqiptari, andale su kuptua Eskili në vitet 400-500 e dëbuan ata, si Sokratin, grekët. Nuk I kuptonin drama tragjedit e tij për kur jepeshin. Sepse ai shkuante për 700 vjet përpara. Për ato 700 vjet që ishim ne pra, të parët tanë. Që dua të them që një popull që ruan diku epik, diku keng, diku laut, diku veshje, diku atë që thatë juve që kur u bërë revolucioni grek në kushtetutën e parë, ata e thonë vetëm mbreti ishte gjerman, se vallja ishte pirike, shqiptare. Fustanella shqiptare, gjua shqiptare, ndimo, ishin 10 pika në kushtetut, 9 ishin shqip, një ishte mbreti grek, Otto. Pra, do të them, kur ata e përdorin pa e patur tyrën, për neve, kryetari parlamentit, Gjon Kapodisja, dua u, thaj, do bëhet kështu, tha, se dua u dhe sot... Jo vetëm të kujtoj këtu atë që tregon vet mbreti Otto, kur doli për herë të parë në rrugët e Athinës, dëgjoj duke folur banorët, edhe I tha atyre shoqëruesve, I tha sa bukur fliskën, dhe këtë tregon historiani grek Beremis, nuk e thot Albania Sazani, këtë e thot Beremis. Dhe I dëgjoj duke folur, tha, "Boa sa bukur kjo greqishtja lashtë." I than ato shkelqësi, I than, "Është shqip kjo." Nuk është shqipe lashtë,
nuk është greqisht e lashtë. Edhe u habitaj. E ke parasysh pra do të thënë që ajo është konkrete, kjo është histori. Por në atë kontekst që thua dhe ti, jo vetëm të gjuhës, por dhe të toponimisë. Në Greqi toponimit janë ato emër vendet. Të gjitha kudo që ishin në fillim të shekullit të 19 dhe gjatë shekullit të 19 tash i kanë ndryshuar një pjesë të madhe të tyre, ishin gjithë emër vendet ishin të përkthyeshme dhe të kuptueshme me shqipen. Asta Thurman, një ndër gjuhëtarët më të fuqishëm që ishte në atë kohë në Gjermani, që ai ishte suedez, por që lëvronte në Gjermani në librin e tij Gjua e shqiptarëve dhe vllehëve, ai tregon që kur shkoi në Greqi ishte entuziazmuar në Greqinë e re, që kishte lindur entuziazmuar dhe donte të gjente lidhjen e gjitha dhe të toponimisë në të vendeve në Greqinë e sapo lindur me helenishtën e lashtë dhe shkoi i pau një për një dhe i buri dhe nuk arrinte të gjente kuptimin. Dhe duke mos arritur të gjente kuptimin, ai përdori thjesht shqipen arvanitëse në asaj kohe dhe i dha kuptim të gjithë emërvendeve me shqipen. Dhe i bërë një volum të tërë, që është një volum që duhet të jetë në gjithë librat e shkollës në Shqipëri. Duhet të jetë në akademitë shqiptare, duhet të jetë në universitetet shqiptare. Që ta mbaroj, pse s'u kuptua Eskili në shekujt e Elenëve, 500-400? Sepse fliste për një grup njerëzish që jemi ne këtu sot, që kufoma në tragjeditë e Eskilit nuk shkatrohej, nuk prishej. Ndërkohë popujt e mëvonshëm, vendet e mëvonshme, e shëmtojnë kufomën, e kanë në kanun. Ata fqin verior dhe ata më tutje veriut. E kanë kanun, ose në drejtën e tyre, jo kanun, drejtën e tyre doksore, sepse kufoma e pa shëmtuar, ruan lidhjet gjenetike me njeriun që rron i më pastajshëm. Dhe këte ka vetëm një popull, pra në të kuptim, diku gjuhë, diku karakter, diku mikpritje. Për shembull, si mund mos thuhet që ai në Koplik, në luftën e dytë botërore, ky në Qamëri, edhe ky në Vlorë, në Radhim, 3 shembuj që shqiptari sakrifikoi veten për shkak të kodit familjes, të nderit e të besës, sakrifikoi veten për shpëtuar një italian. Misafirin, mikun. Po, misafirin, mikun, sepse i shkeleshin 3-4 kode që janë 12 librat e kanunit. Pra, këto vlera, ky kanun, që ne nuk bëjmë asnjë rjesht në kanun. Unë mësova drejt romake, si viti parë student juridik, edhe mësova shumë më shpejt se të tjerët se njifja kanunin, njifja shprehjes shqipe. Edhe mësova shpejt e tjerë, pra dua të them që hajde këto vlera që kemi, zoti Alban, hajde t'i mbledhim, t'i rreshtojmë dhe t'i kërkojmë që ky popull i tëri me këto virtute të mbrohet në UNESCO. Pra duke marrë parasysh që edhe kjo që ndodha që mirë që ikën them unë në Angli, po ikën në ditet. Ta dish që Papa Albani është shqiptar atje në Angli ku jeti. Ta dish që ky briti themeloi këtë Britani, prandaj quhen Briton, të britit tjerë. Jo vetëm, ja të jap një element krejt të shkurtër për sa i përket Shën Albanit. Po. Kemi dhe Shën Albanin që është i dërguar nga një pap me origjinë shqiptare që ishte Papa Sankajo. Papa Sankajo ishin në mision, 2 nipat e tij. Njërin që ishte Marino dhe tjetri që ishte Albani. Dhe i nisi me mision të parin për të evangelizuar veriun e Italisë. Që erdhi Marinoja në tokën e Romanjës dhe vazhdoi pastaj dhe themeloi qytetin e San Marino që u bë shtet më vonë në vitin 301 mas Krishtit. U themelua San Marino. Dhe San Marino sot është republika më e vjetër në botë, që ka 1700 vjet që ka mbetur republikë. Pra nuk ka ndryshuar asnjëherë. Një shtet i vogël me 30.000 banor, por krenar dhe me shumë mirënjohje ato kujtojnë atë themeluesin e tyre që ishte Marino. Pavarësisht se dikush e quan gabimisht dhe kroat, unë ju kam shpjeguar dhe kohën e fundit që më thirrën në universitetin e tyre, ju shpjegova që mes Marinos dhe kroatëve ka në mes 3 shekuj. Pra, e kupton tash ky gabim historik që bëhet shumë herë dhe qeshin ato dhe në fakt thanë ke të drejtë. Pasi është zezmi i bardhë në librat që kam gjetur në Vatikan të lidhje, pra fare fisnore midis Papa Sankajos, që ishte në kohën kur ai drejtonte kishën katolike në kohën e persekutive të mëdha, kur ishte Diokleciani në fuqi, që ishte një antikristian i tërbuar Diokleciani, një tjetër i lirë dhe ai, por ishte në marrëdhënie të mira me Kajon dhe kishte pushuar. Kur vdiq Kajo, filloi një herë Diokleciani dhe i persekutoi kristian. Por i persekutoi, të kujtojmë, kristianët nuk i persekutonin për çështje fetare në atë kohë romakët. I persekutonin sepse ato ishin parakohshëm. Ato thonin,
Sklavi është vlla me ne, është njësoj si ne. Po imagjinojmë tash në atë kohë kur çdo gjë bazohemi në shfrytëzimin e njeriu nga njeriu, mbi skllavërinë, ti thoje ti që ai shqiptori, ai sklavi, që ai njeriu, si thua, i përçudnuar ishte vllai jot, që ti ishe ai plebeu i madh apo ishe ai sklav pronar i madh. Pra ishte diçka parakoshme. Prandaj romakët u bënin nervoz me to dhe pastaj i zgjidhin fare, si thua. Dhe kjo ishte e para. Dhe solli Marino në veri këtu, dhe çoi Albanin e qoj drejt Anglisë. Dhe ai ishte në atë kohë në i mshehur si ushtar, si legionar. Dhe të kthehemi te tradita si ishte pare kanonit tonë. Ai kur shkoi në Angli, pra në zonën e Londrës së sotme, ai filloi të bënte një fjalë propagandimin e krishtërimit. Atje akoma njerëzit e dim që nuk kishte qytetërim. Ai solli qytetërimin Pellaz i Lirë, cili ishte përfaqësues, por solli dhe krishtërimin në Angli për herë të parë. Dhe ai po predikonte, ranë në gjurmë të tij romakët, sidomos në momentin kur një emisar nga Roma kishte shkuar në shtëpinë e tij, i dërguar nga Papa Sankajo, dhe i shkuan në shtëpi romakët, ushtarët dhe i trokitën në derë. Dhe ky nuk e dorëzoi. Kjo është historia e Shën Albanit. Dhe kam gjetur vetëm atje kur është një katedrale jashtëzakonshme, shumë e bukur, që është 20 kilometër nga Londra, ky qytet që quhet Sant Alban edhe sot e kësaj dite. Dhe ato e din të histori, dhe aty në këtë katedralin që është shumë e bukur, është që i kushtohet Shën Albanit, tregohet kjo histori, që kur shkuan ushtarët romak për të kërkuar atë mikun e tij që ishte ardhur nga Roma për t'i dhënë direktiva se si do vepronte, ai than pritni një minutë, thashë po shkoja thras. Hyri brenda, veshja petkun e tij, të mikut që kishte ardhur në shtëpi, vuri dhe kapuçin e tij. Okej, aty pelerin dhe kapuçi dhe doli. Unë jam, tha. Me kokë ulur ashtu unë jam, ato e morën, i bën një gjysht me një herë aty tek e qunë tek një gjykatës i tyre dhe i kputën kokën. Pra imagjinon ti çfarë virtyti shqiptari, pra për mos trautu mikun, e dha u fliua vet. I pren kokën në vend të atij që kishte ardhur nga Roma. Pra kuptojnë këtë duhet i nxjerrin ne tash. Prandaj duhet të jenë një shqiptar që është Angli, duhet të jenë krenar dhe për këtë gjë. Patjetër. Dakor. I nderuar zoti Kraja, jemi të detyruar ta mbyllim emisionin me dhimbje, themi. Apo sa? Duar. Ishte shumë kënaqësi që ju patëm në emisionin ton, sepse u prekëm pak a shumë, domethënë shumë fusha të jashtëzakonshme. Gjëra që na dhëmin, gjëra që kryesore që na dhëmi, thot zoti Pinguli, gjëra për cilat dhe ju andej dhe ne kemi dalë në mënyrë spontane dhe edhe jemi takuar në një pikë pastaj jemi në sinkron mendimesh. Do ta mbyllim këtu për 10 sekonda etimologji. Zoti Guri përmendi disa herë Eskilin, për mua, për mendimin tim është në bazë është emri Illi, aq i famshëm, Eskili, janë fiks. Dhe pastaj Malas më telefononte një miku im në Greqia, më tha jam në një zonë që quhet Malas. I thash me siguri je në një mal aty. Po, jam në një mal, nga kuptove. I thash sepse Malas është fiks. Toponimi Malas është shqip, domethënë është një zonë atje që më rastisi që kështu. Të dyja këto bie dakord. Atëherë, duke falenderuar shumë zotin Kraja, ju falenderojmë dhe ju të nderuar miq për vëmendjen që na kushtuat. Faleminderit zotin Kraja. Ju urojmë zotin Kraja suksese së shpejti në Shqipëri. Ju mirëpresim në studion tonë sa herë që të doni. Kemi shumë tema për të zhvilluar të jashtëzakonshme. Librat gjithashtu i presim që t'i botojmë në gjuhën shqipe. Dhe vëmë sa detyra për njëri tjetrin. Patjetër. Janë detyrime që ne i ndjejmë, detyrime për shqiptarin, për origjinën tonë, për rrënjët tona. Edhe bravo i qoftë zoti Alban. Komplimentet tona. Na keni ngacmuar dhe ne, po keni ngrit një opinion shumë pozitiv. Dhe ne do mblidhemi si akademi për të bërë një lloj vlerësimi. Ma besoni me thëmë me qiltërsi të plot. Të je shqiptar, ta njohësh mirë, thellë, identitetin ton dhe historinë ton, kulturën ton, është një njësi e jashtëzakonshme, është një privilegj që unë e marr, e përvetësoj dhe e çoj përpara. Është gjë e bukur të je shqiptar. Dhe mundoni ta shpërndani këtë që edhe të tjerët ta kuptojnë, dhe ata që se din ta kuptojnë. Të njëjtën gjë përpiqemi edhe ne si akademi.
Neve, zoti Krajat, së shpejti do marrim një vendim për juve, që kemi 4 rregulla, që ose personalitet shkencor, ose antar e akademisë, ose bashkëpunëtori i jashtëm, ose dashamirës. Por mendoj se do rrim ke e para, po do ta diskutojmë. Te personaliteti shkencor. Mendimi im, pastaj po ne ngjajmë shumë, prandaj duhemi ne 3. Se ngjajmë shumë dhe mendoj se do jetë mendim i gjithë akademisë dhe i fondacionit, i kryetarëve të fondacionit, për të thënë juve atë që meritoni. Personalitet shkencor nuk ka nevojë për të titull, po ka nevojë vendi që ju të keni të titull. Për asnjë s'kemi nevojë të Për ato kërkime dhe studime. Për gjitha do që keni bërë. Personalitet shkencor me plot zë, me plot gojë.